Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe njoftoi se do të ketë një seri 2.0, siç e quajti ai, bomba të reja rreth skandaleve qeveritare, të cilat do të paraqesin skema korrupsioni. Filipçe i bëri thirrje kryeprokurores europiane Laura Kövesi që ta vizitojë Maqedoninë e Veriut dhe siç thot, personalisht të njoftohet me përvetësime që VMRO-DPMNE po vën me fondet europiane, përfshir programin IPAR, të cilat kanë vënë në rrezik 130 milion euro. Do të kërkojmë ndihmë dhe do të paraqesim një iniciativë në institucionet antikorrupsion në Itali, të cilat me vite dhe dekada kanë luftuar kundër mafias më të organizuar, Cosa Nostra. Nëse ata u morën me Cosa Nostra, ne mund të merremi edhe me këtë mafian VMRO-DPMNE këtu. Ne kemi përgatitur bomba të reja 2.0. Unë njoftoj se nesër do të ketë një të re, një skandal të ri, një skem të re korrupsioni që përfshin antar të partisë në pushtet. Ndërsa nga VMRO-ju përgjigjen duke thënë se Filipçe është i fundit që mund të flasë për luftën kundër korrupsionit. Gjëja më ironike është kur Venko Filipçe flet për luftën kundër krimit. Është si të emrosh një njeri me zakone morale të dyshimta si mësues etike. Është qesharake, por LSD e paraqet si një çështje serioze. Kjo performancë nga LSD ose Filipçe është një tjetër harakiri politik, një përpjekje për të larë diçka që nuk mund të lahet as me ujë të nxehtë, as me ujë të ftohtë. Përndryshe, Filipçe prezantoi edhe ekipin antikorrupsion të përbërë nga të rinj, të cilët siç tha do të zbulojnë skema korrupsioni të pushtetit. Gjithashtu paralajmëroi edhe publikimin e një platforme në të cilën qytetarët, siç u shpreh, do të mund të denoncojnë korrupsionin.